Është e vërtetë që pastrimi i parave çdo ditë po sjell forma të reja të kryerjes së këtij krimi. Çka të them për pastrimin e parave? Është një prej dukurive që do të na përcjell për çdo ditë më shumë. Një prej veprave penale që jo vetëm ne si institucione vendore, por edhe partnerët tonë ndërkombëtar janë shumë të interesuar për të bashkëpunuar dhe për të luftuar këtë fenomen që shumë e dëmton buxhetin e Kosovës, xhepin e çdo qytetarit të Republikës Kosovës. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me institucionet financiare të Republikës Kosovës, me Bankën Qendrore dhe me institucione tjera të cilët me atë kënd gjithashtu që e përcjellin këtë fenomen ditë për ditë më shumë e më shumë. Një bashkëpunim shumë të mirë kemi edhe me Këshillin e Evropës dhe me partnerë tjerë ndërkombëtar. Ne kemi aprovuar dhe zbatojmë të gjitha standardet ndërkombëtare për luftimin e pastrimit të parave, duke përfshirë edhe parandalimin e kësaj dukurie. Jemi ndër vendet më të suksesshme në raportet e Këshillit të Evropës për parandalim dhe luftim të kësaj dukurie. Është e vërtetë që pastrimi i parave çdo ditë po sjell forma të reja të kryerjes së këtij krimi. Ne kemi identifikuar dhe po identifikojmë çdo ditë njerëz nga fushat të ndryshme, nga bizneset të ndryshme, nga ato legale dhe ilegale, që lakmojnë për të pastruar parat për përfitimet e tyre të kundërligjshme. Dhe më vjen shumë mirë që Prokuria Speciale ka pasur prioritet parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie, duke përfshirë tani me ligjin e ri për Prokurinë Speciale edhe prokuritë themelore që janë kompetente për këtë lloj të veprave penale kur është vlera deri në 500.000 euro. Ndërsa për vlerat më të mëdha i mbetet përsëri kompetenca kryesore e Prokurisë Speciale. Dhe dua të falenderoj shumë kryeprokurorin Jusufaj për angazhimin e tij që këtë çështje ta trajtoj me prioritet në krahasim me disa vepra tjera që janë po ashtu të rëndësishme për punën e Prokurisë Speciale. Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me juve që ju kemi partner të vazhdueshëm për këtë, jo vetëm për këtë çështje, por edhe për çështje tjera, dhe duhet ju falenderoj shumë për ftesën që na keni bërë dhe të jemi pjesëmarrës edhe ne në çfarëdo formë, në çfarëdo mënyre për të parandaluar dhe luftuar këtë dukuri.